28 shkurt. Nuk kishte shanse që të kishte zgjidhje diplomatike midis Amerikës dhe Iranit, sepse nuk ishin diplomat ata që ulën në kryes, por ishin dy ignorant diplomacie, Kushner dhe Witkoff. Trump po bën një lloj gambling tek trashëgimnia e tij. Është ëndra e 8 presidentëve amerikanë që të ndryshojnë regjimin në Iran. Natyrisht që Irani nuk është si Venezuela. Nxitësit kryesor është Netanyahu dhe Izraeli. Fuqia e ushtrisë amerikane është e padiskutueshme. Problemi është se iranianët kanë një pjesë të madhe që janë besnik nga regjimi dhe mund të luftojnë deri në vdekje. Një pjesë mund të dezertojë. Kanë filluar me raketa kundër Izraelit dhe bazave amerikane. Amerikanët nuk duan luftra, MAGA gjithashtu. Nuk mund të përfundojë kjo luftë siç ndodhi në qershor kur bombarduan në mënyrë spektakolare ato mjediset në tunelet nëntoksore ku prodhoi pasuroj uranium. Regjimi ka 47 vjet që është represiv. Rajoni është në rrezik. Shqipëria nuk kapse të marrë flamurin dhe të hiqet sikur janë Einstein apo Lenina, duke dhënë të parët mendimet, sepse Shqipëria mund të preket. Janë rreth 3000 iranian marksistë opozitës, të cilët janë në Mans. Në çmendurinë e Iranit, në qoftë se do të synonin të dërgonin raketa, mund të bënin edhe në Shqipëri. Megjithatë, gjithkush që aspiron lirin, duhet gëzohet që më në fund, superfuqia e vetme mbajti premtimin, sepse kishte 45 ditë që thoshte ndihma po vjen tek ju. Janë vrarë mbi 30.000 protestues iranian. Sot kanë vrarë kryetarin e gjykatës së lartë të Iranit dhe ministrin e mbrojtjes. Bota nuk është më e qetë. Dhe bordi i paqes i Donald Trump duket si diçka nonsens. Tashmë flitet për bordi luftës.